Çfarë maskarade kanë gjysmën e qeverisë në burr për korrupsion se kanë mbjedhur qytetarët dhe vetë janë jashtë, jo sepse janë të ndershëm, por sepse si ka ardhur radha akoma dhe shikoni se si sillen. Ka 3 arsye në përgjithësi pse ne kërkojmë të jemi qytetarë të ndershëm. Ajo që na ndalon nga të sjellurit keq, e para është turpi nga vetja dhe turpi nga shoqëria. Por këta me sa duket nuk kanë turp. E dyta është na kemi frikë nga shteti dhe nga ligji, por me sa duket mendojnë që shtetin e kanë në xhep edhe nuk i trembem ligjit. Dhe treta është sepse i trembemi Zotit, por këta nuk kanë frikë as nga Zoti dhe kjo është arsyeja pse sillen në këtë farë mënyre.